Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në News Hour, do të jemi së bashku në vim për të parë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Renea ka dështuar të arrestoj Elion Haton. Pas një aksioni në Shkodër, i shumë kërkuar i drejtësisë nuk u gjet. Gjatë kontrolleve në banesën e mikut Ervis Martinajt, nuk u gjetën sende të jashtëligjshme. Nga aksioni janë shoqëruar 6 persona, mes tyre dhe vëllai Elion Hatos. I njohur si ushtari Martinajt, Hato akuzohet për disa ngjarje kriminale. Reparti speciali i forcave Renea zbarkoi orët e para të mëngjesit të së dielës në Shkodër në kërkim të Elion Hatos. Por pavarësisht aksionit të befasishëm të forcave elit të Reneas, Elion Hato i shumë kërkuar i drejtësisë nuk u gjet. Ende nuk dihet nëse ka pasur dekonspirim të këtij operacioni, por gjatë kontrolleve nuk janë gjetur as sende të jashtëligjshme. Nga ky operacion janë shoqëruar për të marrë në pyetje 6 persona, në mes të cilëve edhe vëllai Elion Hatos dhe më pas janë lënë të lirë të gjithë. Edhe më herët Renea ka kryer disa operacione për arrestimin e Elion Hatos në Shkodër dhe Tiranë, por nuk kanë mundur ta gjejnë. Emri i Elion Hatos i shpallur në kërkim nga SPAK për dosjen Metamorfoza në skedaret e policisë lidhet me shumë ngjarje kriminale dhe në përplasjen e bandave në Shkodër. I konsideruar ushtari Ervis Martinajt, Elion Hato mbeti i plagosur edhe në përplasjen me armë në zonën e ish-bllokut në vitin 2018. Sali Berisha ka bërë fushat në Elbasan për kandidatën e tij nga Fisi Çapja, duke sulmuar nga tribuna rivalin e tyre, Suel Çelën. Kreu i opozitës thotë se do të kthejë Elbasanit të ardhmen, por i lëni jashtë listave. Dashnor Sule akuzon Berishën se kësaj radhe ka lënë të papërfaqësuar të gjithë komunitetin e krishterë të qarkut më të tretë më të madh në vend. Sali Berisha pas ballokumeve të marsit u rikthye në Elbasan. A i prezentoi kandidat të rinj nga Klodiana e Fisit Çapja tek tenori Armaldo Klogjeri. Nga mbresat e fundit u premtoi qytetarëve se këtë vit do të kenë një ditë të dytë vere. 3 javë më parë unë isha në qytetin e bekuar të Elbasanit për të festuar së bashku me ju ditën e verës. Sot unë rikthehem sërish në këtë qytet për të dhënë mesazhin se këtë vit Elbasani dhe mbarë Shqipëria do të kenë një ditë të dytë vere dhe kjo do t'jetë 11 maj. Me pengun se nuk e bindi dot Dashnor Sulën të rikthej në listë, doktori vendosi ta injoroj, ndërsa për ekipin e ri tha se nuk ka asnjë emër anonim. Ndërsa pas shpine kishte Çapjan, u ngjiti kandidatëve kundërshtar emrin e Suel Çelës. Ne vim këtu me këtë ekip i njohur për ju dhe asnjë anonim. Deputet e krahu tjetër janë përzierje Ndrageta Çela. Po edhe Balla, po Balla është mrapa. Janë kandidat të krimit qeveritar, të krimit ordiner, të krimit mafjes. Nga gjithë kandidatët e qarkut, fjalën e mori vetëm drejtuesi politik, Tomo Realizoti, humsi serial nga Berati. Ai u kujtoi elbasanlive kohët e vështira kur doktori fliste nga balkoni i katit 8, kurse ai me kolegët e tij i qëndronin poshtë. Ju kujtoj juve që mendimin e Sorosit, mendimin e gjykatave, mendimin e të gjithëve që s'do kishte MPD. Sepse doktori ishte lartë të balkoni dhe ne ishim poshtë. Por fuqia e njeriu të lirë është një element që është hynor. Dhe kjo parti, me gjithë gjunahet e veta, bashkë me liderin e saj historik, gjatë një udhëtimi të vështirë, gjatë një vendit shumë të turbullt, sot, nesër, ka një mision në këtë vend. Sa të jetë partia punës, partia demokratike, do jetë shpërtimtarja e këtij vendi. Por Dashnor Sula, i cili shkoi shumë vonë poshtë balkonit, nuk ja fal doktorit injorimin dhe i kujtoi se pa të në listë, vështirë se do të hajë më ballokume në Elbasan. Kryemagjistarët e listave e kthyen statutin e Partisë Demokratike në letër bakalli. Votat e demokratëve i shndruan në hiq që duket pa lënë gjurmë, demokratët e fshatrave i brektisën, po ashtu edhe demokratët e Komitetit të Krishterë. Lista është për primare, jo demokratët.
Ish kryeprokurori Adriatik Llalla u tërhoq nga rekursi në gjykatën e lartë duke lënë fuqi dënimin me 2 vite burg. Llalla duket se nuk ka patur pritshmëri për ndryshim mase. Ish prokurori kishte kundërshtuar vendimin e apelit, ndërsa gjykata e posaçme lan fuqi shpalljen e tij fajtor për mosdeklarim dhe fshehje pasurie. Llallës janë konfiskuar disa pasuri, ai është strehuar në Itali, ku i është bllokuar dhe pasaporta. Ish kryeprokurori Adriatik Llalla nga Arratia është tërhequr nga rekursi i bërë në gjykatën e lartë, për sa i përket dënimit që ka marrë nga apeli i gjykatës së posaçme. Kjo do të thotë se automatikisht për të mbetet në fuqi dënimi me 2 vjet burg. Ende nuk dihet arsyeja që ka shtyrë Adriatik Llallën të marrë këtë vendim. Llalla dhe avokatët e tij kishin kundërshtuar vendimin e apelit të gjykatës së posaçme, që la në fuqi shpalljen e tij fajtor për mos deklarime fshehje pasurie në disa raste. Ish prokurori është strehuar në Itali, ku i është bllokuar pasaporta, ndërsa më herë gjykata e lartë i refuzoi edhe kërkesën për pezullim të dënimit me burg për shkak të pretendimeve për një sëmundje që vuan ish zyrtari i lartë. Vendimi për dënimin Adriatik Llallës u dha më 20 maj të vitit 2021 nga tokat e zeza të gjykatës së posaçme pas një hetimi të spak. Teksa vion të jetë në Arrati, Llallës në Shqipëri janë konfiskuar edhe disa pasuri, ndërto apartament në Durrës dhe sipërfaqe toke në periferi të Tiranës. Për ditën e sotme, një apartament në katin e 3 është përfshirë nga flakët në Shkodër. Zjarri ka rënë në një prej banesave sociale. Sipas flakëve nuk ka patur persona të lënduar, ndërsa janë shkaktuar vetëm dëme materiale. I menjëhershëm ka qenë ndërhyrja e shërbimit të zjarrfikësve dhe të policisë, të cilët bën të mundur edhe evakuimin e banorëve. Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkakut të zjarrit dhe pse dyshimet paraprake janë për mbingarkesë të rrjetit. 3 persona janë arrestuar nga policia e Kamzës për shkak se dyshohet të kenë shantazhuar një vajzë të mitur 15 vjeçare. Në pranga ka rënë Orgito Nika, 19 vjeç dhe 2 të mitur të moshës 17 dhe 14 vjeç për veprën penale shtrëngim me anë të kanosjes, dhunës, përdhënie pasurie. 3 djemë dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kanosur të miturën përmes një fotoje personale, të cilës ja kanë marrë në kohë të ndryshme, shumën rreth 3 milion lek. Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar 3 celularët e të arrestuarve. Një 41 vjeçar është arrestuar nga blut e kryeqytetit pasi në makinë u gjet një thik, ndërsa në shtëpi u gjetën 2 armë zjarre, municion luftarak dhe emblema policie. I arrestuari është identifikuar si Sajmir Almuça dhe ra në prangat e policisë gjatë operacionit koduar The Holder nga Komisariati i Policisë numër 4. 41 vjeçari u arrestua në rrugën e Dibrës gjatë drejtimit të automjetit, ku u gjet dhe mjeti prerës, e më pas ju nënshtruan kontrollet edhe në banesë. Pranvera rikthen rreshjet e Dëborës, veriu i vendit është përfshirë nga rreshje ditën e sotme, prezencë të borës ka në Dibër, Kukës dhe në Shkodër. Temperaturat kanë rënë ndjeshëm, ndërsa rrugët janë të hapura dhe qarkullimi vijon normalisht. Rikthehen rreshjet e borës në veri të vendit. Këtë të diel qarku Kukës, Dibër dhe Shkodra janë përfshirë nga rreshjet e borës. Në Puk, Fusharës, Malësi të Madhe, në Vermosh dhe në aksin Qafthor-Theth, ka prezencë të borës, ndërsa rrugët janë të aksesueshme dhe pa problem. Rreshje bore ka në segmentin Fush Dukaqin tuneli Kalimashit. Lëvizja e mjeteve bëhet normalisht, ndërsa mjetet borë pastruese ndodhen në terren për monitorimin e rrugëve. Segmenti tjetër i rrugës të kombit Fush Dukaqin Morin është në ndikimin e rreshjeve të shiut. Të gjitha akset rrugore nacionale janë të qarkullueshme normalisht, ndonse në trysninë e rënjes së gurve dhe inerteve. Firmat mirëmbajtëse po punojnë për largimin dhe pastrimin e akseve më problematike. Nga bashkitë Kukës, Tropoj dhe Has, nuk ka raportime për ndonjë problematikë emergjente tek banorët. I gjithë qarku i Kukësit furnizohet me energji elektrike, përveç 8 abonent të fshatit Truall, njësi administrative Suroj, 19 abonent të fshatrave Shijak dhe Petkaj, njësi administrative Malzi, Bashkia Kukës. Në një kohë që rreshjet e shiut kanë pushtuar vendin për rreth 2 javë, rekomandohet që drejtuesit e mjeteve të kenë kujdes për shkak të lagështisë në rrugë. Sujt ka ngoditur disa shtete në SBA duke shkaktuar përmbytje, 16 persona kanë humbur jetën mes tyre 2 të mitur. Moti i keq, lapa energji elektrike e mirë qytetar, sipas shërbimeve, monti i keq do të vijojë dhe në ditët në vijim, ndërsa pritet preken mbi 75 milion amerikanë.
Të paktën 16 persona kanë humbur jetën si pasojë stuhive të fuqishme dhe tornadove që kanë goditur përgjatë ditëve të fundit pjesën qendrore dhe lindore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Stuhit e forta të shiut dhe tornadot kanë shkaktuar shkatrim nga Arkansasi deri në Ohio, ndërsa përmbytjet kanë bllokuar rrugët dhe kanë lënë qendra mijëra qytetar pa energji elektrike. Një fëmijë 9 vjeçar humbi jetën në Kentucky si pasojë e përmbytjeve ndërsa po shkonte drejt stacionit autobusit, ndërsa një 5 vjeçar ndroi jetë në Arkansas. Moti i keq përfshiu përgjatë fundjavës edhe Tennessee, i cili u konsiderua shteti më i goditur nga stuhit, si dhe Louisianën, Alabamën dhe Georgian. Shërbimi meteorologjik i Shteteve të Bashkuara ka paralajmëruar se moti i keq do të vazhdojë edhe përgjatë ditëve në vijim, ndërsa ka ngritur paralajmërimin për 73 milion qytetar që mund të preken nga përmbytjet. Shkencëtarët thonë se ngrohja globale po ndikon në çrregullimet klimatike, duke bërë që moti ekstrem të bëhet më i shpesh dhe më i ashpër. Vitin e kaluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u shënua një rekord i ri i temperaturave të larta, teksa vendi u godit gjithashtu nga një val tornadosh dhe uraganesh shkatërruese. Miliona Amerikanë dolën kundër politikave të Trump në SBA, mbaj duart larg demokracisë, është slogani protestës më të madhe që kur republikani mori detyrën. Nga New Yorku në Portland, me pankarta në duar, protestuesit i konsiderojnë të dëmshme dhe diktatoriale politikat e presidentit Trump dhe të krahut të tij të djathtë Elon Musk. Protestuesit thonë se janë të friksuar nëse Trump merr një tjetër mandat, ndërsa i konsiderojnë të dëmshme tarifat e vendosura nga ai. Amerikanët po rebelohen ndaj Donald Trump. Miliona njerëz dolën në sheshet dhe rrugët kryesore të shumë qyteteve në Shtetet e Bashkuara për të kundërshtuar ato që po konsiderohen politikat të dëmshme dhe diktatoriale të presidentit Trump dhe të krahut të tij të djathtë Elon Musk, që drejton Departamentin për Eficiencë Qeveritare. Kemi frikë për demokracinë tonë, u shpreh një pjesëmarrëse në tubimin e mbajtur në Karolinën e Jugut. Gjëja më e keqe është se ai tashmë po flet për të mos u larguar pas këtij mandati dhe për të bërë dhe i mandat të tretë, dhe kjo është e frikshme për mua, shton më tej protestuesja. Mbaj duart larg është slogani protestës më të madhe kundër Trump dhe Musk në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kur republikani u kthye në Shtëpinë e Bardhë. Mbi 1200 demonstrata u organizuan në 50 shtete amerikane. Protestat prekin qytete të ndryshme nga New Yorku në Boston, nga San Francisco në Portland. Por epiqendra ishte Washingtoni, ku mijëra njerëz u mblodhën në qendrën kombëtare në monumentin e Washingtonit, pak metra nga Shtëpia e Bardhë. Zgjohu dhe nuat grushtin e shtetit. Trump luan golf ndërsa Shtetet e Bashkuara digjen. A nuk jeni të tarifuar? Ishin disa nga parullat e mbajtura nga protestuesit. Shumë paralajmërojnë të mbahen duart larg demokracisë, kujdesit shëndetësor dhe gjithçkaje që ka përfunduar në syrin e Trump dhe Musk, të paraqitur në tabela si dy nazist. Të shtunën njeriu më i pasur në botë, Elon Musk, deklaroi se shpreson që në të ardhmen të shohë liri të tregtisë mes Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. I intervistuar nga lideri i partisë Liga, Matteo Salvini, Musk përsëriti mbështetjen për partitë e krahut të djathtë në Evropë. Kryeministri britanik thotë se tarifat e vendosura nga Trump kanë ndryshuar botën, duke e konsideruar si një stuhi ekonomike. Keir Starmer thotë se bota nuk udhëhiqet më nga rregullat, por vetëm nga aleancat. Kundër përgjigjen ndaj SBA-ve, Britania pritet ta shpallë në ditët në vijim. Bota siç ne e njihnim ka marrë fund. Kjo është deklarata e bërë nga kryeministri britanik Keir Starmer referuar tarifave prej 10% që Trump vuri ndaj vendit të tij, ndërsa Lundra zyrtare ka deklaruar se po vijnë negociatat me Washingtonin. Në një opinion për The Telegraph, Starmer deklaroi se ai do të përdorë politikat e duhura industriale për të mbrojtur vendin e tij nga ajo që e quajti një stuhi ekonomike. Mbretëria e Bashkuar pritet të shpallë masat e saj përgjatë javës. Starmer u shpreh se bota e re që po shohin aktualisht udhëhiqet nga më pak rregulla dhe nga më shumë aleanca. Mediat ndërkombëtare shkruajnë se edhe Gjermania po mendon të ndërmarrë kundër masa si pasojë e tarifave të shpallura nga Donald Trump. Berlini zyrtar raportohet se po mendon të tërheqë një pjesë të rezervës së tij prej 1200 tonar në rezervën e New Yorkut. Për dekadat të tëra, Gjermania ka mbajtur 1200 tonë rezervë ari, rezerva e dytë më e madhe në botë e arit pas asaj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
që po ashtu ruhet në kasafortën e rezervës federale të Shteteve të Bashkuara në Manhattan. Shpallja e tarifave tregtare nga Donald Trump për 180 vendet botës fshiu nga bursat ndërkombëtare mbi $5 trilion, duke bërë kështu që kjo periudhë të jetë më e keqja në bursa që prej kohës së pandemisë së Covid-19. Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëroi se perspektiva e rritjes ekonomike mund të ulet këtë vit, ndërsa Banka e Investimeve JP Morgan tha se shansi që ekonomia botërore të përballet me recesion është rritur në 60% nga 40% që ishte më parë. Kryeministri Edi Rama është në Izrael, konkretisht në qendrën mjekësore Sheba në Tel Aviv, në kuadër të marrëveshjes me QSU, tonë ndjekim. According to our records, you have no medical history. After he finishes taking the Dhe pasi përfundon marrjen e historikut, vetë sistemi përcakton për marrjen e analizave në laborator, sepse mjeku normalisht është nën stres gjatë gjithë kohës. Dhe pikërisht sistemi e di se në çfarë duhet të bëj laboratori. Dhe më pas e dërgon pikërisht edhe tek imazheria. Dhe aty merren vendimet më pas. Dhe mund të mendosh që ne ndoshta jemi të guximshëm, dhe jemi. Dhe tani, sepse ne nuk mund ta bëjmë gjithçka me një herë, por këtu kemi fiks një sistem. people would tell you not to start. Njerëzit normalisht të thonë që mos e nis gjithçka me sistemin. Prandaj ne e vëmë mjekun këtu dhe ulen këtu, dhe kjo është qendra e komandimit. Ata bëjnë mbikëqyrjen dhe vëzhgimin, sepse nuk kemi aq guximtar që të bëjmë gjithçka vetëm nëpërmjet makinerisë, por në fillim dhe ne jemi vendi i parë në botë që të trajtojmë pacient të vërtet real në pavionin e urgjencës nëpërmjet inteligjencës artificiale, por e bëjmë në mbikëqyrjen njerëzore. Pra kemi shpenzuar shumë para në mënyrë që të vëmë mjekët këtu, por nëse ja arrijmë në një vit që të provojmë që sistemi merr vendime ashtu si njerëzit dhe nuk bën gabime më shumë se sa njerëzit, ne mund të eliminojmë nevojën e mjekut. Dhe ky është një sistem shumë eficient. But in the meantime, the model is training. Por ndërkohë modeli po trajnohet gjatë gjithë kohës. Pra ne mund të shikojmë nga këtu edhe nga dhoma e kontrollit të gjithë bisedën, dhe kur ulem këtu shikoj të gjitha se çfarë po ndodh. Në fakt të rinj preferojnë që të shtypin në tastier, ndërsa moshat më të thyra duan të flasin me zë më të lartë. Tani njerëzit më thonë, not such a big change, but we believe. Është një ndryshim i vogël, po për ne është ndryshim i madh që nëse ne mund të reduktojmë tu 30% ngarkesën e mjekëve, dhe këtu kemi 800 pacient për çdo ditë, nëse 30 apo 40% arrim ta reduktojmë ngarkesën e mjekut, mund t'ja arrim, dhe ky është një fillim shumë i mirë. Faleminderit shumë që keni ardhur. Shpresoj që ta keni ndjerë diçka, dhe ashtu si ju njoh, disa prej këtyre ndjesive që keni patur sot mund t'i përktheni në veprime që ta bëni Shqipërinë dhe Izraelin më mirë, dhe ndoshta botën më mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit, është një nder i madh dhe një privilegj, dhe me zor po prisje në fakt që të vija këtu prej shumë kohësh, dhe takimi u bë realitet, por u bë realitet edhe takimi me mjekët dhe me ekipin nga Spitali Nën Terez, dhe gjithashtu jemi shumë të lumtur për sa i përket të ardhmes, edhe fal pranisë suaj në Tiranë, edhe fal mbështetjes suaj që ne e vlerësojmë zakonisht shumë.
Jemi së bashku për një zhvillim të minutës së fundit, si që po ndishni edhe nga pamjet, një aksident automobilistik me 3 personat plagosur është regjistruar në aksin Fushkruj-Vor në afërsi të fshatit Budull. Janë 2 autovetura që janë përplasur me njëra tjetrën. Ngjarja ka ndodhur pak minuta më parë, ndërsa të plagosurit janë dërguar për ndihmë mjekësore në spitalin e traumës. Policia ndodhet në vend ngjarje, siç e pamë edhe nga pamjet, për të zbardhur kështu shkaqet e këtij aksidenti me 3 personat plagosur. Bëhet fjalë për një aksident që është regjistruar pak çaste më parë në aksin Fushkruj-Vor. Bilanci deri tanishëm flet për 3 persona të cilët janë të plagosur. Kanë qenë 2 automjete që janë përplasur me njëra tjetrën. Informacionet janë të pakta, duke patur parasysh se ngjarja ka pak minuta që ka ndodhur, konkretisht pranë fshatit Budull në aksin Fushkruj-Vor. Plagosurit janë dërguar për ndihmë mjekësore në spitalin e traumës, edhe nuk kemi dhëna për gjendjen e tyre shëndetësore. Megjithatë, policia ndodhet në vendin e ngjarjes për të bërë të mundur kështu zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti. Turistët vendase të huaj zgjedhin lagunën e Patokut për të kaluar fundjavën. E kthyer në një atraksion turistik, vizitorët thonë se ajri i pastër dhe bukuritë natyrore janë disa nga arsyet. Laguna e Patokut tashmë është ndërruar në një atraksion turistik. Gjithnjë më shumë po preferohet për turistët vendas dhe të huaj për të kaluar një fundjavë të bukur, por jo vetëm. Ajri i pastër, bukuritë e saj natyrore dhe biodiversitetin e pastur janë vetëm disa nga arsyet pse vizitorët zgjedhin lagunën e Patokut. Po bie taksi, po shumë vend i bukur. Patokun kemi ardhur disa herë dhe që vetëm që na lej shije që të tim prapë. Shkak gatimit, ambiente, qetësi, relaks, jemi gjithë ditën punë. Edhe vim fundjavë, pushojmë. Kudo që janë, në Itali, kemi dhe njerëz që janë në Angli, krenohemi dhe tashti krenohemi që jemi shqiptarë. Përveç vlerave ekologjike, kjo zonë ka tërheqë vëmendjen edhe për turizmin e qëndrueshëm, me restorante tradicionale që ofrojnë gatime të freskëta. Gjatë viteve të fundit, investimet janë të konsiderueshme në lagunën e Patokut, duke i dhënë ambicie biznesit. Kjo dukshëm ka rritur vlerat në zhvillimin e turizmit. Sipas bizneseve të zonës, ka premisa që këtë sezon turistik, numri vizitorëve vendas dhe të huaj pritet në rritje të konsiderueshme. Rënja e temperaturave ka rikthyer virozat tek të rriturit dhe fëmijët, duke shtuar dhe rastet që paraqiten çdo ditë në QSUT. Mjekët thonë se shpeshherë ngatërohen simptomat e virozave me alergjitë e stinës, sëmundjet alergjike janë rritur, por sipas bluzave të bardha, rritja shihet më shumë tek të vegjëlit. Piku i alergjive pritet që të arrihet përgjatë 2 javëve të para të muajit prill. Rënja e temperaturave në javën e fundit ka rikthyer virozat në vend, ndërsa janë bivendosur edhe alergjitë e stinës. Shpeshherë këto ngatërohen si pasojë e simptomave të ngjashme. Specialistët shpjegojnë shenjat dalluese, ndërsa theksojnë vlerësimin e pacientit nga mjeku alergolog. Kemi hyrë në sezonin polenik, që fillon alergjitë stinore, që janë polenet e barrave, polenet e pemëve që kanë filluar tashmë. Shpesh na ngatërohen me virozat e stinës, kështu që do të jemi të kujdesshëm të vëmendshëm për të dalluar diferencat midis simptomeve të rrufës alergjike dhe rrufave stinore, po themi pokatareve stinore. Sëmundjet virale kanë temperaturën, kanë gjendjen e përgjithshme jo të mirë, kanë pacientët janë të lodhur, kanë dhimbje të trupit. Sëmundjet alergjike, domethënë nuk kanë temperaturën, po fillojnë simptomat e rrufës, të shtimave, të krura të hundëve, të syve, të veshëve. Sezoni polemik ka nisur që në janar shkurt dhe aktualisht ende nuk kemi arritur në pikun e alergjive, por megjithatë në një ditë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në shërbimin alergologjisë paraqiten mesatarisht deri në 10 pacient. Ka një rritje të paktën me 5 deri në 10 vizita në ditë për pjesën e rrufës alergjike që riaktivizohet ose që shfaqet për herë të parë në këtë periudhë tek pacientët alergjik. Sëmundjet alergjike janë rritur në të gjitha grup moshat, por më prezente kjo rritje shihet tek të vegjëlit. Në Shqipëri 1 në 4 fëmijë rezulton të jetë alergjik. Mjekë alergologe shpjegon faktorët që kanë çuar në rritjen e rasteve.
Duke filluar që nga mënyra se si nënat ushqehen kur është të zanë nëna para se të lini fëmia, mungesa e vitaminës D, prezenca e vitaminës D është faktor tjetër, duhanpirja tek nëna në moshën, më thënë gjatë shtazënisë është faktor risku për funksione më të ulta pulmonare të fëmijëve në kalimin e moshës. Shtëpitë sot janë bërë shtëpi më të izoluara, fëmijët rrinë më shumë brenda sesa që rrinë në ambiente të hapura. Piku i alergjive pritet të arrijë 2 javët e fundit të prillit dhe fillimi i muajit maj. Pranvera bashkë me diellin sjell dhe shqetësime të shumta. Shumë persona e çon në asteni, dita më e gjatë dhe orët më të pakta të gjumit shkaktojnë çrregullime hormonale, pagjumësi, lodhje dhe luhatje emocionale. Psikologët rekomandojnë më shumë aktivitet fizik dhe shëtitje në natyrë. Marrëdhjen e pranverës, dielli shndrit, natyra zgjohet, ndërsa njerëzit presin të kenë më shumë energji, por jo të gjithëve ju ndodh kështu. Stina ndryshon ritmin biologjik të organizmit, shkakton çekuilibër hormonal dhe tek shumë persona çon në asteni, gjendje që karakterizohet nga përgjumja e dobësia. Ka dhe disa pasoja negative në shëndetin psikoemocional të secilit prej nesh. Jo vetëm tek personat të cilët kanë problematika të shëndetit mendor, por edhe tek personat të cilët funksionojnë normalisht. Këto problematika mund të përmendim pagjumësi, mund të përmendim lodhje, mungesë energjie, luhatje emocionale. Janë të gjitha këto problematika që vijnë si pasojë disa ndryshimeve, që mund të jenë ndryshimet hormonale. Me ardhmën e pranverës rritet dita, bëjmë më pak gjumë. Të gjitha këto sjellin pastaj edhe këtë luhatjen emocionale tek individi. Simptomat zakonisht shfaqen gradualisht, prekin më shumë moshën aktive dhe mund të zgjasin disa javë. Për të jetë e kaluar, psikologët këshillojnë shëtitje në natyrë dhe pjesëmarrje në aktivitete sportive. Shumë emocionet tona shkarkohen nëpërmjet aktivitet fizik dhe ne përfitojmë më shumë energji për të qenë më të qetë emocionalisht në përditshmëri, të shpenzuar për një periudhë të caktuar kohë gjatë ditës, qoftë 1 orë apo disa minuta në natyrë, na ndihmon që të bëjmë atë shkëputjen nga lodhja, ngarkesa e ditës, edhe fokusi vetëm tek vetja. Gjatë pranverës, psikologë e psikiatër presin më shumë pacient. Kjo dhe për faktin se shumë personave që vuajnë nga çrregullimet e shëndetit mendor, me rritjen e temperaturave, shqetësimet ju shtohen. Momentet e bukura në jetë kanë qenë të pakta për 66 vjeçare nga Vlora. Xhulieta prej vitesh lufton me tumorin, por tregon se lajmin e hidhur e përjetoi shumë keq, pas jeton e vetme dhe në kushte të vështira ekonomike. Pavarësisht të vështirësive, ajo nuk i është dorëzuar kurrë sfidave të jetës. Jeta është e bukur, por Xhulieta Dredhos fati nuk i ka buzëqeshur shumë. Prej 2 vitesh 66 vjeçaria nga Vlora po lufton me sëmundjen tumorale të kokës dhe qafës. Një dhimbje koke shpeshtë dhe vështirësi në frymarrje u bën shkak për diagnostikimin e sëmundjes së rëndë. Kam që në 2023 që vuaj dhe këtë sëmundje, në qafë edhe në kokë. Fillova pasaj të kisha shqetësime, më dhimbte koka, më dhimbte qafa, nuk kisha atë të frymarrjes të rregullt. Fillova shqetësime që e pas që diçka nuk shkonde, ishte keq. Dhe në njerë dritohet të mjeku, analizat më dolën që isha diçka. Xhulieta jeton e vetme dhe krahas peshës së moshës ju desh të përjetonte edhe lajmin e hidhur të sëmundjes, të cilën tregon se përjetoi shumë keq. Të vetëm, nuk kam as bashkëshort as fëmijë. E kam larë atë jashtë për me latë në zemrajme, për pasaj mblidhja vetën. E më lodha vetë thash, më ra kjo e keqe, tani unë duhet të bëj me fort. Duhet të bëj me fort vetën time. Xhulieta vjen nga një familje e madhe vlonjate me 7 fëmijë, ndërsa prindrit i ka humbur para 10 vitesh. Edhe pse thotë që mbështetjen e motrave të vëllezërve e ka pasur gjithmonë, ajo sot ende e vetme nëpër spitale. Jemi 4 motra, me 3 vëllezër. Me vëllezër, me motra, me nipër, me mbesa të gjithë mbështetën. Neve jemi me ty, mos u dorëzo, më thashë. Qa do bëj kur s'kam njëri të më ashtu se janë njerëzit të tërë të larguar në përpunur dhe sa herë do vinë kam që në 2023 që vuaj me këtë gjë. E më bëra dhe operime. E heshtur Xhulieta tregon se ka pasur një jetë të vështirë, e megjithatë nuk është dorëzuar kurrë. Jetë meshatare, po, anon më të ke varfëra. Se, normale, vetëm. Sa do dilje.
E vështirë. Ka në kuraja vetes, me besimin të Zoti, edhe të mjetët që nuk më ndihmuar shumë, edhe kanë thënë çfarë jetë shkruar. Ishte gjithçka e përgatitur për News Hour për ditën e sotme, zhvillimet e fundit përditësuara minutë pas minute nga vend, rajoni dhe bota, ju ndihni dhe në faqen tonë abcnews.al, njërësh dhe në valët e radios 105 FM. Bashkë përshëndetemi këtu, mirupafshim.